Ishte një prej njerëzve që kishte dhënë kontribut në krimin e institucioneve dhe në shtetë ndërtimin e Kosovës, do me thënë në kohën e paqes, kur nuk ka qenë e lehtë të ruhet ai imazh i krijuar në luftë që Nasser Shala e ruajti. Natyrisht që u shpalos atë ditë që breng për të vazhdueshëm ka qenë gjykimi pa drejtë i gjithë shokëve të tij, që sot mbahen padrejtësisht në Hag, natyrisht edhe gjykimi pa drejtë ndaj luftës pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, prezenca e personaliteteve të partive të ndryshme, prezenca e personaliteteve të, po themi, me ideologji të ndryshme, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin e besimeve tona, edhe në aspektin e ardhjes nga të gjitha trevat shqiptare, tregonte se Nasser Shala i bëri një tokë edhe bashk të gjithë shqiptarët atë ditë. Edhe nga gjitha trevat? Pa diskutim, nga gjitha trevat, nga gjitha besimet, nga gjitha orientimet, do më thënë, pa dallime politike. Të gjithë ishin aty. Ky ishte